Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar. 5 punë, 5 vepra mos i harroni mi I bë në ditën e Arafatit. 5 punë, 5 vepra mos i harroni mi I bë në ditën e Arafatit. E para është siyamu yawm Arafa, agjërimi I ditës Arafatit. Me pas mundësi me agjëru këtë ditë është hajri I madh. Agjërimi I ditës Arafatit është sunne muakked, është suneti I fortë. E nuk ka vepër më të madhe, më të mirë, më thënë me bo në ditën e Arafatit, se sa ndonjë vepër tjetër përveç agjërimit. Agjërimi, ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, ahtasibu. Thot, innani la ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, shpresoj te Allahu se me agjërimin e kësaj dite Allahu t'i fal gjunat e vitit të kaluar edhe vitit pastajme. 2 vite gjunahet të pastrume. Përveç gjunave të mëdha që duhet mu pendu pi tyne. Kjo është e para, puna e parë, agjërimi. E dyta është kaluar një kohë, një pjesë ditës në ditën e Arafatit në xhami. Qoftë edhe gjysore, qoftë edhe 1 sahat, qoftë edhe 10 minuta. Merr abdes, fali 2 rekat namaz. Sepse përderisa vendi I haxhilerëve është Arafati, e vendi muslimanëve në ditën e Arafatit është xhamiat. Të tillët kanë qenë sahabët, Ibn Abbasi, Ebu Hurajra, edhe sahabë tjerë, ditën e Arafatit e kanë kaluar në xhami. Edhe neve një pjesë ditës mundohemi, edhe shkoni nëpër ato xhamia që nuk ju njohin njerëzit, që mos bish në sy e faqe. Bëni këtë punë për Allahun, përveç agjërimit, pastaj leni kohë në ditën e Arafatit në xhami me kaluaj, inshallah taala. Kjo është vepër shumë e madhe. Ne janë xhami. As sa rish në xhami, me laçet bëjnë dua për ty. E treta është me bë dua, me bë lutje. Që shtam në hutbën e parë, khairu dua, duau yawm Arafa. Duaja më e mirë që bëhet në ditën e Arafatit është duaja e Arafatit. Faktikisht duaja më e mirë që bëhet në ditën e Arafatit është kjo dua, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ka thonë këtë dua kum thon unë edhe pejgamberët që kanë qenë para me në ditën e Arafatit. Cila është ajo duaja që duhet me shpeshtua këtë dua? Në ditën e Arafatit duhet me thon shumë. Përveç duave të ndryshme tjera që bëjmë dua, kërkojmë nga Allahu, ama që to nuk duhet më tunal gjuha jote. Para dite, mazite në akşam, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pastaj tjetra, thash unë bën shkruaj disa dua, disa lutje në ditën e hon që kemi bë në ditën e martë që bile ti I gatshëm çfarë dua, çfarë lutje kemi bë, sepse qëllimi tek duaja edhe lutjeve në ditën e Arafatit është Allahu më na fal mëkatet e gjunahet. Tjetra, për vepra dhe për punëve të mira që bëhen në ditën e Arafatit është el iktharu min dhikrillahi azza wa jall, me bë dhikr. Astaghfirullah. Ka të shkon me bë dhikr. Gjua jote me qenë e lagur prej përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Me kaq të nderuar vëllezër, unë po përfundoj sepse e zgjata shumë. Edhe pse kam mbet mungu diçka tjetër pa fol, por elusim Allahun subhanahu wa taala që këtë hutbë çfarë Allahu ka caktuar mi përmend disa gjëra, disa punë, duke pas parasysh se të nderuar vëllezër pas po na afrohet edhe dita e Kurban Bayramit, duhet me pas parasysh disa synete, pastrimi, veshat, teshat pastër ta mi vesh ose tria nëse I ki parfimosja, daljen nga shtëpia me tekbire, pastaj do më thënë kthimi nga xhamia në shtëpi me tekbire duke madhnu Allahun azza wa jall. Dita e Bayramit është ditë më e mirë se sa dita e Arafatit, sepse janë përmbledhur shumë ibadete në ditën e Bayramit, do më thënë kryerja e tavafit haxhit, qethja e flokëve, pastaj do më thënë prerja e kurbanit edhe kështu të meradh, pastaj edhe 3 ditë tjera janë të mëdha deri kur përfundon dielli, do më thënë ditën e 4 edhe kur haxhilerët përgatiten për mu kthy, do më thënë në vendlinje. Këtë çto ditë të nderuar vëllezër janë ditë shumë të mëdha, çka do të bëjë besimtari, mu munu as sa kemi mundësi, mu pendu me kërku falin nga Allah subhanahu wa taala edhe mi pastru zemrat tona. Që dalim nga këto 10 ditët edhe neve Allahu na I ka falë inshallah mëkatet edhe gjunat ya rabbel alamin. Elusim Allahun subhanahu wa taala neve dhe ju Allahu më na fal, para gjykimit Allahu më na largu, zemrat tona më I shëru. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të smorit tan Allahu më shëru, të vdekurit tan Allahu më shëru ya rabbel alamin. Elusim Allahun subhanahu wa taala haxhilerve Allahu haxhem ya lecu. Elusim Allahun subhanahu wa taala veprat e tyre Allahu më pranu. Elusim Allahun azza wa jall kurbanat tona, kurbanat e juaja Allahu më pranu ya rabbel alamin. Elusim Allahun jalla shanu jalla jalalu Allahu më ndihmu
e ban muslimanët ku kanë probleme dhe të lashe. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.